Pas përfundimit zyrtarisht të kampionatit të kategorisë së parë në futboll, ku sulmuesi i ekipit Burreli Florenc Farruku shkëlqeu gjatë gjithë garës, mësohet se ai është bashkuar e ekipit të Dinamos, që aderon në Ligën Superiore të futbollit shqiptar. 23 vjeçari Matian vjen nga dinastia e futbollit Farruku, e cila ka një histori të gjatë dhe të suksesshme në futbollin shqiptar. Florenc Farruku ka luajtur për shumë vite me skuadrën e futbollit Burreli, e cila ka patur paraqitje të shkëlqyer në kampionatin futbollistik të kategorisë së parë, kryesisht vitet e fundit. Në sezonin 2024-2025, sulmuesi i Burrelit Florenc Farruku u renditi treti për nga golshënuesit më të mirë të kategorisë së parë, me 15 gola të shënuar në të gjithë kampionatin. 23 vjeçari është prezantuar pak ditë më parë tek ekipi me emrin Dinamos dhe në njoftim publik klubi njofton se Florenc Farruku është sulmuesi më i ri i Dinamo City. Lojtari Matian ka firmosur kontratën me klubin ton dhe është vënë menjëherë në urdhrat e trajnerit Ilir Daja, thuhet në njoftimin zyrtar të skuadrës Dinamovite. Ndërsa vetë futbollisti Florenc Farruku në një postim në rrjetin social Facebook falendron të gjithë stafin teknik të ekipit Matian të futbollit, drejtuesit e klubit të futbollit Burreli dhe tifozërinë matiane që në kaq vite ka besuar në lojën e tij.